Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi edhe sonte në takimin e radhës në legjëratën e ditës së shtunë, ku sikur që e keni të njohur tashmë, jemi në komentimin dhe trajtimin e kuptimeve nga gjuzi 28. Pas që kemi përfunduar në ciklin e kaluar gjuzin 29, tash jemi në gjuzin 28. Dhe në kuadër të trajtimit të sureve të këtij gjuzi, kemi përfunduar surën Mujadila dhe tashmë jemi tek sura El-Hashr. Dhe kemi mbet tek ajetet që flasin për një kategori të destruktive e cila bën aleanca armiqësore kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe si i ka trajtuar Kur'ani këto aleanca dhe si i ka gjykuar ato. Mirë po sonte do të bëj një ndarje nga rrjedha e dersit e zakonshme, edhe pse jam menduar ata bëj apo mos ta bëj, por e parë që është e udhës ta bëj, duke pasur parasysh që jemi në prag të ditëve të mëdha të Dhul-Hijjës, edhe duke pa vlerën e madhe që realisht të bën me përgjithësi, me të vërtet karshi gjithë atyre vlerëve të mëdha që i ka përmendë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga njëra anë, nga ana tjetër hutia dhe habia dhe gafleti i njerëzve karshi këtyre ditëve realisht e bën të obligueshme që të flitet shumë për këtë ditë. Ka që të ndërozër, ne në 10 ditë të fundit të Ramazanit kemi një mobilizim të gjitha niveleve për vlerën e 10 ditëshit. Edhe me aktivitetin në xhami, namaznate, edhe me ligjërata, edhe vetë grumbullimi i njerëzve në xhami e kështu me radhë, postime të ndryshme të llojeve të ndryshme që na rikujtojnë vazhdimisht ta shfrytëzojmë 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, që është nata e 4 e kështu me radhë. Në ndër kur vjen 10 ditësh i parë Dhul-Hijjës, e gjejmë se intensiteti i 10 ditësh të natës është larg nga 10 ditësh i parë Dhul-Hijjës. Edhe në kuptim të trajtimit, edhe në kuptim të vedisimit, po edhe në kuptim të organizimit dhe planifikimit për shfrytëzimin e duhur të këtyre ditëve. Ndërsa nëse e kthejmë situatën e peshorën e shariatit, gjejmë se, domethënë, dietarët e kanë një mospajtim kogja serioz edhe kogja të argumentuar, të cilët realisht shumë nga ata mendojnë se 10 ditësh i parë i Dhul-Hijjës është më i vlefshëm madje se 10 ditësh i fundit të Ramazanit. Prandaj kur e ka shi një vlerë të madhe të këtyre ditëve, realisht gjitha muhabetet, gjitha temat heshtin dhe aktivizohet tema e kësaj vlere të madhe për këto ditë. Veçanërisht kur e kemi parasysh që e kam përmend vazhdimisht të nderuar vëllezër dhe motra se ne jemi në krizë serioze të trajtimit të temave të duhura. Dhe me thonë, nëse i shohim për shembull temat që janë epicender e trajtimit kuranor, temat bazike të Kuranit dhe njëjta tema ku e kanë në vendin jetën tonë, e shohim se fatkeqësisht në periferi të jetës tonë të angazhimeve tona. Prandaj ne duhet që nga kuptimi i dur i pasimit të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ti përshtatim temat, ti përshtatim brengat, ti përshtatim problemet me atë që Kurani flet. Ato tema që i trajton Kurani me trajtim dhe fokus të epicendrës dhe të bazës dhe dhe themelit duhet ta gëzojnë njëjtë trajtim në jetën tonë. Kjo shpërputhje që ekziston në jetën tonë padyshim se është serioze, edhe është tregues i mos kuptimit të duhur të asaj parole të madhe ne e pasojmë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe kur vije koha e adhurimeve, kështu të e njëjta. Do të thonë, nëse Allahu betohet në këto 10 ditë, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se vepra e mirë asnjëherë tek Allahu nuk është më e dashur se në këto ditë, edhe këto di ka pasur ngjarje të mëdha, madhore, historike. Ibrahimi a.s., Musa a.s., Muhamedi s.a.s. e kështu me radhë, gjitha këto padyshim se
japë me kuptu se është një temë të serioze, të madhe. Shto kësaj, në këto ditë të ndërozër, është dita më e madhe e vitit me konsenzus një djetare pa asë një mëspajtim. Dita e Arafatit. Nuk ka ditë më të madhe, absolutisht. Nuk ka ditë më të madhe. Dhe dita e Bajramit gjithashtu, dita e 10 Dhulhijhe, dita më e madhe e vitit të vëmë. Kësi kur që e ka përmenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta. Prandaj ne jemi në prag, ne jemi në hyrje të ditëve të mëdha tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj nga kuptimet tona është që ne, domethënë, ti kushtojmë vëmendje, rëndësi temave që i ka kushtuar shpallja, por edhe ato që i ka trajtuar por në dimensione periferike që ashtu të trajtojmë, njëjtë. Pa i përjashtuar nga harta, por duke u përcaktuar vendin me shpallje, jo me pëlqimin apo me agjendën tonë. Në nën tjetër të ndërruar, ajo që duhet të flasë për këtë temë që ka do me 10 e Dhulhijhes, 10 e para të Dhulhijhes, që si pas takvimit fillojnë të hanën nëse muaj Dhulqadi ka 29 ditë, nëse nuk ndryshon diçka do më në përcaktim të Arafatit, atëherë ne jemi shumë afër. Nuk dua të flas për vlerën e këtyre ditëve, për si duhet me shfrytzuar kështu më radh, nga se për to është kanë folë edhe në xhallar të tjerë, por dua që t'i qasem kësaj teme nga një kënd tjetër, që nuk ka të bëj pas vetëm me këtë temë, por ka të bëj me të gjitha sezonat e adhurimit, me të gjitha periudhat kohore që kanë status të veçantë në shpërblim, në mundësi të ngritjes e kështu me radhë. Qoftë edhe dishi i parë i Dhulhijhes, apo qoftë edhe dishi i fundit Ramazanit, apo qoftë edhe ditë e tjera që i kemi për shembull në muajin Muharrem e kështu me radhë. Prandaj vlera e këtyre ditëve është e pakontestueshme, është një vlerë e madhe edhe në Kur'an, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka dua të them të ndërlozërëm? Dua të them se nuk është vetëm 10 ditë i parë i muajit Dhulhijhe temë që ne e dim mirë. Ka tema tjera. Problemi nuk është a e dim. Problemi është a lëvizin përputhje me dijen. Lëvizja jonë, përgjigja jonë ka shi vlerave, a është në përputhje me sasinë e informatave që e kemi? Kemi dallime. Do nuk është normal, disa dallime ekzistojnë, edhe normal është një lloj shpërputhje pranume mes dijes dhe veprës ekziston normal, veçanërisht kur bëhet fjalë për ato që janë me karakter të vepra vullnetare nafile, normal. Mirë po, shpërputhje e situatave tona deri në fazë të krizës është padyshim problematike. Andaj, neve na duhen faktor që na lëvizin. Domthon, neve na duhet edhe burim që na informon, është vërtet. Po burim që na informon si krizë kemi kalu. Alhamdulillah. Burimi informativ të na shumicë në rasteve në kuptim fetar është i sigurt. Shumicë në rasteve është i sigurt. Domthon, hadithi verifikohet a është i saktë apo nuk është i saktë. Zakonisht komentet e dietarëve janë të dietarë eminent njohur në përgjithësi, ka përjashtim, po flas në përgjithësi. Mirë po në kuptim të burimit informativ nuk kemi shumë krizë. Po them nuk kemi shumë krizë. Po në kuptim të lëvizjes kemi krizë. Pra na duhen faktorë që na lëvizin, edhe na shtyjnë përpara drejt përmirësimit edhe drejt ngritjes. Kur bie fjala për lëvizjen, padyshim se besimtarët janë në lëvizje të vazhdueshme në raport me qëllimin final. Na dhe tash janë ato lëviz. Apo ecë koha, apo shkon jeta, ti je duke lëviz, ti je duke ecë për tek Allahu te bareka, ti je në lëvizje. Mirë po, dallon lëvizja e natyrshme me ligjet e Allahut te bareka taala, që Allahu xhallahu ka bëu me lëvizje gjithçka. Don dita i ka 24 orë, java i ka 7 ditë. Kjo lëvizje që Allah ka caktuar. Sikur se Allahu flet për këto 4 muaj, thot inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12
shahra. Më thonë, të ka Allah janë 12 muaj. Minha arba'atun hurum. Për tyne janë 4 të shenjtë. Për tyne është Dhul Hijja. Dhe kur përmenë Allah Gjellë, kur e ka caktu këtë? Pej kur e ka kriju qete tokën. Allah ka caktu këtë legjë televizës, të ndryshimit, të stinëve, të kohëve, e kështë më radhë. Po ekziston tash edhe një lëvizje tjetër nga ana jonë, e që kjo lëvizje, tempo e asaj nuk duhet tjetë me tempon e 24 orëshit, se s'na del, një tempo me përshpejtume në përputhje me atë që e synojmë edhe kohën që e kemi. Prandaj, koha është me shkurtër se aja që e synojmë. Prandaj kërkohet shfrytëzim racional dhe maksimal i kohës që e kemi. Për këtë arsye të ndërrohet vëllezër, lëvizja është e domosdoshme. Mirë, po kjo lëvizje shtohet në disa situata normal, sikurse në Ramazan është pak më e përshpejtuar, edhe në situata të caktuara. Mirë, po të ndërrohet vëllezër, kur flasim për adhurimet, kur flasim për sezonën e adhurimeve, njerëzit jo rrallëherë e përmbyllin herët vlerësimin e shfrytëzimit të sezonave. Herët e përmbyllin. Për shembull, të ndrodhet dhe përmbyllin, për shembull, një tregtar i cili është përgatit edhe i gatshëm ka dalë në një panair të madh ndërkombëtar. Normalisht, çdo tregtar i suksesshëm, i vëmendshëm, bën një lloj rishikimi edhe një lloj, domethënë, llogaritje të asaj që ka bërë në seminar, në atë panera. Nëse për shembull, pa i llogarit të gjitha, për shembull, kushtimisht, llogarit vetëm hyrjet sa kanë hyrë. Pa llogarit edhe harxhimet, daljet, edhe vetëm me hyrje e shpall suksesin e pjesëmarrës, themi herët ka dalë, se ti ke pas qira, ke pas bilet që ke pagu, ato e ndalë për dikujt. Herët e ke mbyll ciklin e vlerësimit. Duhet të këto mishtjet, tani dil me epilog përfundimtar, a ka sukses apo nuk ka sukses. Kjo në çdo nivel është çështo, gjithkund e çështo. Duhet krejt elementet me përmbledh e pastaj me vlerësu se a ka qenë shfrytëzimi i duhur, a ke fituar, s'ke fituar. Edhe në adhurim, zakonisht ndodh, dhe fatkeqësisht, që me përmbyll herët vlerësimin e shfrytëzimit apo. Për shembull, për shumicën e muslimanëve të ndërruar, për shumicën e muslimanëve, treguesi i shfrytëzimit të dur, shikon kjo rregull i artë i jetës, nëse kuptoni drejt, shumë keni kuptuar nga adhurimi atë. Nga që na ka mësuar dietarët tanë. Do me thonë, për shumë për muslimanëve, treguesi i shfrytëzimit të sezonave të adhurimit është përjetimi i adhurimit e jo ndryshimi përmes adhurimit. Dallon, për shembull, na qysh e vlerësojmë Ramazanin e kalum, a ka pas ndikim apo jo, e kena poharin, nëse ke kajt namaz natë, nëse ke përjetu Kur'anin, thush, lamna këtë vit, apo, ti vlerëson me përjetim, gabim. Përjetimi është sebeb, sikur se namaz që është sebeb, është ndim dhe përkraje hynore për me qudikun, nuk është fundi, nuk është loti fundi, a kuptan? Nuk është knatësia shpirtënore fundi, jo, është ndryshimi që kërkohet, ti është dash me ndryshu, nëse Allahu Gjallera përmend ibadete që ndryshojnë, jo që ti përjeton ato. A shiko për shembull në Kur'an, gati për çdo ibadet madhor, dhe kjo është interesant, për çdo ibadet madhor që Allahu Gjallera flet për te, apo nuk flet për përjetimin, por flet për ndryshimin. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi ju ndalon nga punët e këqija e dyta, ndryshimi. Nuk thot përjetimi, çu ti me përjetu namazin. Pa shikoni në surën Mu'minun, ku Allahu flet për
besimtar që kanë shpëtu. Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Kush ata? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata që namaz të përullur, pastaj çka? Ata që japin zakatin e ruajnë derin. Ndryshimi që e bën namazi, s'nalet e khushu'i. Përjetimi është forcë e ndryshimit, po nuk është përfundimi i adhurimit. Kjo është shumë e rëndësishme kuptu. Në shpesh e mbyllim ciklin me përjetim apo. Edhe alhamdulillah këtë vit më mirë kam qenë se domthonë namazin e kum di më mirë. Kjo është mirë, kjo tregues, po nuk është tregues i suksesit. Nuk është tregues, domethënë i kuptimit pak më të thellë të adhurimit, sa më thellë përjeton sa më thellë kupton më shumë përjeton kjo po. Por s'është ky treguesi i ndryshimit, s'është ky treguesi i qëllimit. Te agjerimi Allah çka thot? Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, u është bërë obligim agjerimi sikur se është bërë obligim aty në para jush, la'allakum tattaqun, që të ndryshoni në raport me takuan e kështu me radhë. Prandaj të ndërrozur edhe në Dhul-Hijja tashmë duhet ta përmirësojmë qasjen në shfrytëzimin e sezonave. Përjetimi të jetë gjithsesi një element që e matim, a o mirë nuk e mirë, po, sa e të tregon kvalitetin, a e të tregon kuptimin. Unë s'po flasë për kvalitet e për kuptim, po flasë për finalizim të shfrytëzimit. E finalizimi i shfrytëzimit matet me ndryshimin që e ka shkaktu i ibadetin në jetën tonë. Shiko Allahu Gjallë Vala, kër kemi spjegu surën në gjuzën sënon, surën Ma'arij, qëka thë Allahu Gjallë Vala? Innal insane khuliqa halu'a, idha messahu sharru jazu'a, wa idha messahu l'khajru menu'a, illa l'musallin. Njëri është krijuar, dhe më thonë, i tirë që panikan, shpejt, e ka panika. Idha messahu sharru jazu'a, nëse e kap një fatkesi e keqe, të merrohet. Nëse e kap një e mirë, shtrëngohet, mos me upi që a bëj që nëse nuk e kam. A është kjo problem një jetë? Krejt e kanë. Illa l'musallin. Allah dhe veç ata që s'falen, kanë gjendje stabiliteti. Sa e stabil në këto ndryshime të dunjas që vinë? Sa është faktor i stabilitetit kërshi ndryshimeve një të në tonë e namazi? E që ndryshim ne kërkojmë afer? Andaj edhe në situatën e Dhul-Hijjes kërkojmë ndryshim. E i cili arrijet në përjetim, po, s'mëhot, por nuk është përjetimi të regusi i shvizimit, jo, nuk është atë. Andaj të ndërru dhezër, neve në duhe që t'jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm në këto sezona, dhe këto sezona që Allahu Gjalla Gjelalu i dërgon si erëra që bartin frytin dhe mbjellin farën e besimit, të kuptimit të ngritës, t'i shfrytëzojmë maksimalisht dhe në llogaritjet tona pastaj të shfrytëzimit të shohim ndryshimin e shkaktuar në raport me Allahun, me njëri tjetrin e me shumë gjëra tjera që realisht është një agjendë e gjatë e ndryshimit që ne e synojmë. Mirë. Kjo qasje tash e ndryshimit për te i përjetimit, se mos flas zbatimit. Zbatimi është niveli klasës parë, mbase që atë nivel tashmë duhet me kalu mëti. Kur na mjaftohemi me zbatim. Jo, na e nivelin e kërkimit të përjetimit. Kjo është klasë mirë avancume, por nuk është certifikim. Apo kuptoni? Nuk është certifikim. Certifikim është ndryshimi, jo përjetimi. Përjetimi është faza avancuar nga zbatimi. Dikur ka zbatu në mënyrë rutinore me plagështi, tash synon përjetimin. Kjo rregull është, mirë është duke ecë. Po nëse këtu e përmbyll kapitullin tën të avancimit në ibadet, gabim është. Është gabim. Prandaj, si ndodh kjo që të vazhdojmë tutje, të këmbgullim në ndryshim, e të vazhdojmë të avancojmë përmes përjetimit dhe përtej përjetimit, që ka përmes dhe përtej përjetimit. Kjo ndodh, padyshim, me faktorë të shumët, du mi përmend tre pyetje ato.
Të ndërlozër, është shumë më rëndësi me e njoft sezonën, shumë më rëndësi e për. Qëfar sezonë është kjo? Me njoft mundësi që cilë sezonë. Për shambull, qëfar sezonë është Ramazani? Ta është në flasëm, adhurimit e kjo është të përgjithshme. Nëse shkojmë në njërë pak më të detajzuar, më të shkoqitur, ndoshta me trajtim pak më specifik, do të gjejmë se Ramazani është sezon e Kur'anit. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Shumë në Ramazan, do të thonë një qasje gjithë përfshirëse ndaj Kur'anit. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Ramazan e ka pasrit Kur'anin me Gjibrilin, edhe kanë këndu gjatë, si kërë thot Shekhu Ibn Tejmi rahimullah, do më thonë, është caktu që të lexohet gjatë Kur'an në Teravi, që musliman gjatë Ramazanit të kalojnë në për temat e Kur'anit duke qenë në namaz. Kjo është normalisht, për skura ku ata kuptojnë e dinë që ka përthuat. Por duat nga si qëllim, Kur'ani është. Lexohet Kur'an, flasin për Kur'anin, është edhe agjerimit, po do të thonë që është sezon e Kur'anit. E nëse është Ramazani sezon e Kur'anit, çfar udhëzimi të jap ty kjo? Shikoj ndonjëherë. Nëse themi se Ramazani është sezon e Kur'anit, i bjen se natyra e adhurimeve në Ramazan është me karakter të mbushjes, të vedisimit në situatë të qetë. Që ata ka itikaf në Ramazan, qetësia, edhe në itikaf ka veç lexim dhe ibadet, nuk ka lëvizje. Për shembull, a mund ta cilësojmë edhe haxhin me këtë natyrë të qetë sikur se Ramazanin? Nuk mundesh. Haxhi është sezon e lëvizjes, nuk është sezon e qetësisë. Apo kuptoni? Në Ramazan s'ka lëvizje, ka qetësi, ka meditim, ka vetëdisim, ka rishikim, ka llogaritje. Prandaj për këtë gjendje Kur'ani është i domosdoshëm, nga se me tematësh. Ndërsa kur vjen te Dhulhijja, që në te është haxhi, këtu ka lëvizje të shumta. Por që ata, për shembull, të ndërlozën, që ta përmendim më vonë, nga adhurimet specifike të Dhulhijjes nuk është Kurani. Të dikush mos më lexo Kur'anin? Jo, lexo. Por specifik natyrë e adhurimit të Dhulhijjes, cili është dhikri. Që të ka në dhikri. S'ka Kur'ani sikur se ka në Ramazan, për shembull. Se ka këtë specifika ato. Madje disa nga dietarët kanë thënë afërsia, subhanallahu. Shikoni këtë meditim kaq të thellë të ulemave. Kanë thënë afërsia e Ramazanit me Dhulhijhen është se Ramazani është mbushje apo me fuqi informative, apo e Dhulhijja pastaj është zbatim praktik i kësaj mbushje atë. Nga se ka karakter të lëvizjes, nuk ka karakter të qetësisë. Në Dhulhijja s'ka itikaf. Nuk ka qetësi, ka lëvizje, ka haxh. Edhe haxhi nga specifikat, çka ka nga haxhi nga specifikat, mos e merrni haxh veç për haxhit. Jo, është një ngjarje që edhe na duhet të marrim mësim. Në haxh çka ka? Krahas lëvizjeve çka ka? Ka kontakt me njerëz. Ka tash testim i sabrit, testim i edukatës, testim i forcave frenuese në situatat provokimit. E ku e ke marrë këtë mbushje? E ke marrë në Ramazan, atje ke lexu. Bë sabër, sillu mirë, bën kështu. Tash vjen Dhulhijja, edhe tash shpërfaq suksesin e ndikimit të Ramazanit. Domthon se s'le ka ndryshimin e vet tek besimtari. Prandaj njohja e sezonave, mundësive që sillen sezonat është realisht faktor i rëndësishëm i shfrytëzimit të duhur të situatave të këtilla në favor të ndryshimit,
në favor të ndryshimit që ne po e synojmë. Çështja e dytë ndërkohë është që na ndihmon në këtë aspekt, si faktor i rëndësishëm krahas njëje e sezonës që përmenda. E dyta është ruajtja e investimeve, edhe lëvizja nga pozicioni i vendnumrimit, që këtë zatësiki ma vonë. Për shembull, sa vjen Dhul-Hijja, vjen Ramazani, apo gati pothuajse na gjeni situata të ngjashme të vitit kaluar atë. Me disa lëvizje, domthonë, ndoshta thjeshta, por kryesisht aty është atë. Tash investimi i vitit kaluar, nëse nuk të ka shtyr përpara dhe ndryshimeve të caktuara, është vendnumrim. Ti po vendnumron, ti nuk je duke e përdor këtë begatit Allahut të adhurimeve për me lëviz, por për me e ruajt pozicionin statik. E na kemi përmendur në derse tjera se sipas ligjit Allahut Azza wa Jall, edhe në natyrë, edhe në fe, nuk ekziston gjendje statike. Nga se Allahu Gjelle Gjelalu gjithçka ka krijuar në lëvizje, gjithçka lëviz. Shikoj edhe tash kur po rrenti ti në aspekt në jashtë në gjendje statike, mirë po gjaku të lëviz, mendja të lëviz, procesi këtë lëviz, gjithçka lëviz atë. Andaj dua të them që ligji i Allahut është lëvizja. Nëse vendnumrojmë, jemi në shpërputhje me këtë ligj atë. Dhe e treta të ndërruar vëllezër që na duhet është të ndjekim udhëzimet e duhura prapë. Pse? Nga se ndodh njëri në përpjekje për të ndryshuar, ndjek udhëzimet e gabuara. Temat që nuk i duhen, nuk kanë të bëjnë me nivelin e tij, për shembull, nuk kanë të bëjnë me problemin që ai ballafaqohet me të, e të tjera. Për këtë arsye edhe nganjëherë të ndërruar disa njerëz, disa çështje i kanë kuptuar në mënyrë shumë përgjithshme, shumë formale, apo nga temat e mëdha të fesë. Na, nëse i ndajmë për shembull kategoritë e temave që i kemi, për shembull çfarë tema trajton Kurani? Në sa kategori mund të ndanë temat e Kuranit? Dietarët kanë ndonë 3 ose në 4. Kategoria e parë e temave të Kuranit është kategoria e besimit. Kjo është më e rëndësishme. Apo besimi. Kategoria e dytë është kategoria e adhurimit, tash zbatimi praktik i këtij besimi. Dhe kategoria e tretë është kategoria e përfundimit në xhenet ose në xhenem. Allahu flet, duhesh me besu, ky besim të shpije në nështrim, nëse nështrosh, këtë shkon. Nëse nuk nështrosh, këtë shkon. Edhe për me dëshmu edhe praktikisht këtë përfundim, ka sill Allahu te bareke ve teala rrëfimet e pejgamberëve. Jo për histori, po për dëshmi. Dëshmi se ç'është është përfundimi i të udhëzuarve dhe si është përfundimi i të devijuarve. Tash, këto tema madhore, nëse marrim temat e besimit, a janë të njëjta për të gjithë? Jo, vëllazër. A di kur të na duhet të mësoj besim? Sahi, kur kush nuk e konteston këtë, po besimi që mëson ti për shembull, a është i nivelit të çaj për shembull, nivel i besimit që mëson ti, apo të lëviz ka ndryshimi, apo po bëhet shkaktar që pengon ndryshimin? Qysh a ka mundësi dikon me pengu besimi për ndryshu? Po, qysh jo? Bekon, me pengon? A ka mundësi për një mëson të uhid? Edhe të uhidi e smbraps, nuk e qenë për para. Po, qysh jo, ka mundësi? Ka mundësi, shumë. E qysh ka mundësi? Kër e mëson të uhidin për përjashtim, jo për adhurim. Mëson të uhid, qysh mi mësu kush s'është në të uhid. Kjo s'është fazë për ta. Nuk jetin këtë fazë me mësu kush nuk është. Ti dush me mësu qysh është, se ti pëtyp dy në qysh me konë. Se në momentin kur na mësojmë kush nuk është ç'është duhet, ne dëshmojmë se ne jemi ç'është duhet, tash jemi në fazën e certifikimit të tjerëve që janë. Kjo është bagë një farë lloj vlerësimi i vetvetes atë. E që ky vlerësim i vetvetes e smun zemrën atë. Si të smuhet zemra, lodhet, nuk ec, shkan, nëse është e lodhur nuk lëviz,
Si nuk lëviz, çka ndodh? Vënohet ndryshimi. Si të vënohet ndryshimi? Shejtani pastaj ka vakt, ka dal apo. Ke pas sikurse për shembull të ndozur. Keni pa edhe në për shembull ata rebelat kur dalin rrugës me sulmune, ata nuk dalin në autoban ata. Ai mund me dalë me mbyll rrugën, po në autoban ku ti mund shpejt me shku, s'un dal, ai ku dal? Në rrugis ku dikun jenë shumë ka dal apo. Në kthehes aty çati se ti shumë i ka dal shumë i aty apo. Çati ka dal. Ka deri sot traton mirë tani u dha marrë. Edhe shejtani në rrugë ku je shpejt të shku me udhëzimin e shpallës, ai s'un të kap aty llo. Nuk mund të kap ajo. Ai të kap në rrugica në Qorsokaqe ku ti e fut. E tani për ka dal ai traton apo. Prandaj zemra është ajo që dikton shpejtësinë e udhëzimit apo. Nëse mi të lodhur, ai e s'ka dalë. Plagësht. Çdo 3 vjet apo ka i hap pa, shejtani për ka dal, heq, zgutët apo. Prandaj të vëllezër, na kemi problem që, domethënë, të ndjekim udhëzimet e duhura. Që na i përcaktojnë njerëz të dijes, ata që të njohin, e di nivelin çka duhet për ty që kjap. Për ty që kjap. Nëse sot kemi një kaos me të vërtetë, fatkeqësisht apo. Përpara për shembull, ka pas edhe dersë të përgjithshme të kulemat, po ka pas edhe të veçanta. Kam pas njerëz që kam mësu, po në xhamia, grupe. Edhe u hit dikush atje ka thonë, që ai hoxha është shumë i fortë, që te po shkoj atë. Se i fortë. Ka shku te hoxha i fortë. E hoxha i fortë ka thonë, ti arani jam qire këtu në ders të une. Ti e ke mësu këtë ders, jo se ku mësu po ta qef të ti. E arani jam këme qef nuk shkon. Qosh për këtu të shkon atje, kur të kry atje vjen të une. E kupton? Na kësi procese s'kemi, sot apo. Vjem kur don, çush don. Po kjo nuk nën kupton që duhesh me pranu, nga se përgjegjës për fen tonë je ti. Ti duhesh tash me që nuk ka kësi mënyra të edukimit, ti duhesh me kujdes për veten tonë, me armën që jam, unë që jam. Unë që toj eksperimentet mia, çka më marrën atë? Jo çdo ders që hapet, jo çdo mësim që bëhet, duhesh me shkuti aty pse? Se këtu mësohet tauhidi apo. Këtu mësohet për shembull, kjo afik, ose ai po s'është për ty apo? Nuk ka për ty. Andaj të ndozën nëse për shembull e hapëm një seminar për trashëgimi, çu do trashëgimia për shembull. Edhe vjen merr pjesë një njeri i cili mas dersit të trashëgimisë dvet për shembull për abdesin, se nuk din çu mirë të abdes. Çka duhet më të këtij njeri vëllai? Për shembull, ose dvet për shembull ka gabu namaz, i thurë duhet me po se vesejgjë, thotë, qka është kjo hoxha, po? Se vesejgjë sadaka, po me dhonë. Se nuk din, ndodhë kjo. A i kupton që se vesejgjë është sadaka. A dhe me që nuk për kupton arabisht kategorim kujtë mi hadhonë, a koj shike, a qake, po? A kupton? Nësa në ders, dhe t'jem të mësu që është pasunia, sa i la, po të se për këtë ders, andaj ndi që uzimit e duhur, e tash, për me kone alema praktik, qysh mune me ndjek uzimit e duhur atë në vëzërë? Qëtë shumë me ndjekëm? E para, uzimit e duhur e ndjekim me analizë të sinqer e të vërtet. Në duhet vërtetësi, jo lajka ka shive të vërtetësi, taman, ti e një vetën tonë, ti e din kushie, po, që të shojmë pozicionin, të përcaktojmë lokacionin, të njojmë problemet që po na pengojnë me lëviz, diçka të ka dalë për para. Ka pengesa që nuk po na lejon me lëviz, që po na ndërprejnë lëvizjen. Duhesh me njoft në shkambi madh, në guri madh të ka dalë për para, duhesh me njoft, me ditë. Pa analizë, pa vetë llogaritje, s'mundesh atë. Me ignorim edhe vazhdimsi, sy mbyllur, s'mundesh me analizë, nuk mundesh. Për në njëri për shembull është në autoban, të i rokerit. Një fashujmë të po gërgërgër, e din që jo rrota, o të ku më nalë të ashtë burë, edhe vazhdanë. Ti s'nalësh, po të nalë me zarë, po të është qëfar pozicionit nalë, të të shka. Ke mund më nalë në pozicion ullur, apo që është duhet. Mu është tani nalësh dikur për në pozicion të përmbysër, të rëkullisër, nuk di jetë, nëse i njëran pengesat e vazhdimësisë e rrugës. A për kuptani qështë ecë të Allahu njëri, nuk e punë, po kam qafën ajo. Ka regula, ka disciplina.
Shikoni këtë ajet kuranor, subhanallah, në surën Najm. Në ajetin 32, Allahu te baraka ve taala flet për një kategori besimtarëve, edhe thot fala tuzakku anfusakum. Çka i bën fala tuzakku anfusakum? Mos gaboni, pa përkthim me komentim, jo përkthim tekstual, me komentim. Mos gaboni mi ia dhoni vetës të drejtën, ta certifikoni vetveten. Allahu ju certifikon. Jo më thonë ti, unë jam kështu, fala tuzakku anfusakum. Tash, mas këtij ajeti, subhanallah, Allahu xhalla xhelalu tash na tregon se ku është defekti njerëzve që nuk janë certifikuar, që janë pastru. Apo mos thoni janë pastru, nëse si e pastru. E a do me tregu për shembull disa probleme të njerëzve të papastruar, të pa certifikuar, çush janë? Allahu në vazhdim thot në ajetin 33 surës Najm, afara'ayta alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Veç të përdumënohet si një 6 me radhë pasqyra. Ta prezenton komplet gjendën njerit të. Po ato e në koment tjetër. Mos vendosim nga tema. Allahu thot, mas asoj, mos e vlerësoni ju vetën. Mos e certifikoni, mos e shpallni vetën të pastruar në të tema. Mos e shpallni. A ka tema që e kena shpall vetën të pastërt? Po. Për shembull, cili, ma të bëjmë sinqert me vetën se mu s'kini u më rëfia. Me Allahun të në. E konsideron vetën të pastër për një fakër për dyftërsis? Po e konsiderojmë. A dim se s'bëjmë do Allah më në rujtë, s'lezojmë për këtim, as në dhamë për këtë punë, as mërzitëm janë e munafika, jo më shumë. Ne e kena temën që aty dikun, dhe më honë, mes tabiinve dhe tabinve, që aty dikun këna mri, se të sabët e këna mshilë këtë e që smrijet, ama të tabiin të pa, e qëka i bjenë ma shumë se qëka që të zkjeve dhe zmi po, a kuptan? Se thot, najna grupi shpëtua në rrugën e duhur, po sa i ka dalë Allah, ti thuj që kja është, ulemat kanë folë, jo une, najna duke u përpjek, najna duke ecë, ama certifikimi i njerëzve, najna e këta, kështot, është qërte që është e rrezikshme. E Allahu thot, afara'ayta alladhi tawalla, a don me pat tawalla, që shmonget, jahuq. Përshë, jahuq. Po një jahuq. Kush o kë? Allahu përmend disa cilësi. Unë veç një e këmë nda për juve sonë. Thotë Allahu Gjellewala, wa ata qalilan wa akda, i cili pas e janisi me dhonë, pas e janisi me ecë, unë alë. Akda. Ata qalilan, dha pak nga pasuria, dha pak nga mundi, dha pak nga sakrifisa, dha pak, a i dha, po zvazhdoj. Pse zvazhdoj? Wa akda. O ekda unë ndërprej, po, kështu e gjeni përthim të Kur'an, ekda, por, ka një kuptim, pak ma për para, kjo unë ndërprej. Në gjënë rabe ekda, është për fjallës kudej, që i bjen një shkamb i madh vështir i te i kalushëm. Dhe më honë, kjo që u shmang, dha pak, e nuk vazhdoj, për fakt nëse u përplas me një shkamb, e sun vazhdoj tutje. Sa ka shkëmbe që përplasim me ta, nuk i njojmë. Nuk mund është me e thy shkambin, do është me shiku se a do të me hi për mi, a anë është me shku. Ama mu përplas është me kodrë, nuk mund është ato. Andaj ka probleme që përna pengojnë, ka pengesa që diçka nuk ka regull. Gjithë kjo kohë, ligjerata, mësime, kështu më radhë, prap jena në nivellet, e dim qëfare, është një problem, e një penges dikun është, cila është, analizaje, këshyre ku e ti problemin tonën, ti këshyre. Si shpjegim të saj,
që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A po ta jetin këtyre hadithin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi mata ala shu'batin min an-nifaq." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk përgjigjet luftë, duhet me dalë me luftues dal. Wa lam yuhaddith nafsuhu bil ghazw, as kur si ka fol vetes vetëm çora burr. Nefsit bënu gati, se po kia dhëz nëse na bëu diçka, gaçëm, lejti arsyet apo. Me përgatit mirë, më kuni gaçëm. Ka thonë pejgamberi, kush kur vjen koha së merr pjesë, edhe para se marr koha së përgatitet, ka vdek në një shtek të nifakut. Problemi ti pse se ka bo këtë përgatitje, pse se ka bo këtë përgjigje, ka qenë cilë problem? Nifaku. Ka pas dyftyrësia. Pra në cëna është kategoria kryesore që nuk ju ka përgjigj pejgamberi sa mësar ka thinë luft. Munafikat. Për ata surja Taube, që është surja e përgjigjes në sakrificë. Apo, është edhe surja e demaskimit, el Fadiha, e ku amrin, surja që demaskon, ka demasku dhe ka çmontu munafikat, komplet. Kështu i ka ekspozu. Një po, qysh janë ata. Andaj, të nërëzër, problem që në ka një faku. Problem nështë është lakmia, nështë është hasedi, nështë është shikimi, nështë një gurit ka dalë për para. Analizoj e mirë, shikoj e mirë. Kjo është me nësi të nërëzër ta kuptojmë. Përndaj, analizimi i duhur i situatës është i domosdoshëm. Dhe nga dëshmëria për me të i kalu përmes udhëzimeve të duhur. Dhe në pjesë të fundit të kësaj që e përmena si kuptime dhe regula, të nërëzër, cili është pra, na folëm për lëvizjen, folëm për problemin, për analizën, folëm për, të më thonë, treguesin e duhur të shfrytëzimit të adhurimit e që ka të bëj me ndryshimin e jo me përjetimin, tash me fuqi të informatës të dijes u mbushur, na duhet lëvizja. Që jetë njëse fillim. Cëllë është lëvizja? Me qimi në 10 ditë e dhulhigjës, lëvizja është dhikri. Pejgamberi sasëm kur ka folë për vlerën e dhulhigjës, ka thonë, shpeshton e përmen në Allahut. Madje në Mina edhe në Hajj e ka përmen dhikrin, përmen dhe Allahut. Këtu e në ditë e dhikrit, përmen e së Allah Gjellë Gjallu. Madje në Arafat që ka thonë, ajo më e mira që e kam thënë unë, duaja, lutja, më e mirë që kam thënë unë, dhe pejgamberet para me e ka qenë, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu l-mulku wa lahu l-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndaj, ka përmenë dhikr që ka lëvizje, mirë. Na dhikrën e dim, kështu si dhikr, apo, është ibadet i mirë, është me vlerë, ato ndaret, ato temat, e dhikret nuk po du me i cek këto, po du me trajtu nga një qasje tjetër si kurse e bëra pjesën e parë. Të ndrozër, dhikrin e gjejmë si, s'po flasë për shpërblim, s'po flasë sa është, jo, këto e në tema tjera vlera, mirë po flasë tek për dhikrin si faktor i lëvizjes. Shumë nga ibadete madhore që njëri duhet me lëviz për zbatimin e tyre, Allahu xhallahu ala e ka shoqëruar këtë lëvizje me dhikr. Për shembull, Allahu thot: Inna s-salata tanha anil fahshai wal munkar. Namazi ju ndalon, nga se edhe frenimi nga punët e caktuar është lëvizje, është lëvizje në kahin e duhur. Se kur shkon njëri bën haram është lëvizje në kahin e gabuar. Nëse lëviz në kahin e duhur, kur në grobë zbjen, se ti po lëviz në kahin e duhur. Apo.
Andaj Allahu thot, ajo që mban orientimin e juaj ka duhet, lëvizja në drejtim të dur që mos të rrëshqitin punë të këqija është namazi. Pas namazit Allah që ka thot, wale dhikrullahi akbar. Përmendja e Allahut është më e madhe, akbar. Sa komenti ulemave për këtë ajet. Përmendja e Allahut është më e madhe. Çka i bën përmendja e Allahut është më e madhe atë? Ka shumë komente. Por me qimi të dhikri si lëvizje, disa nga ulemat kanë nga tefsiret e pranume, kanë thonë, namazi të drejton në lëvizje të dur për të praktisë punë të këqija, ama dhikri është më i fuqishëm, akbar. Përmendja Allahu xhallahu si forcë më e fuqishme në lëvizje atë. Pse? Për shkak se namazi është në periudhë të caktuara kohore, dhikri është i vazhdueshëm atë. Dhikri është i përhershëm. Të e falë sabahun, mas 8 ore e falë drekën. Për 8 saat, shejtani 88 hepsti me bokeqa për. Apo, ku e gjenë forcën me lëviz në drejtim të duhur? Dhikri, përmendja Allahu te barekutaala është apo. Nga komentet, po them, se ka shumë komente fjalës, wala dhikrullah akbar. Pasi Allahu tha, wa aqimis salata li dhikri. Ti falë namazin për të më përmend mua. Dhikri, qëllim apo. Te haxhi, wa idha qadaytum manasikakum, ku ti përfundoni ritualet e haxhit, fadhkurullah, përmendni Allahun xhallahu mos u ndalni. Arafati ka përcen, Muzdalifa ka përcen, Tawaj ka përcen, dhikri ka përcen. Madje kur na porozit Allahu te barekutaala betej me armikun, ka thënë Allah xhallahu ala, fathbutu, stabil, mos milkoni komt atje kur dilni. Wadhkurullaha kathiran, ndaç mos me ulkun, ndaç mos me lëviz ndërtim të gabum mrapa apo përpara, Allahun përmendeni shumë aftë. Dhikri. Që ka përmend Allahu xhallahu këtë ibadet më dhikri. Unë qenë ka ibadet që duhet fort një kur të vëmendje aftë. E dhikri është temë e madhe të ndërtuar. Mirë po. Dietarët kanë thënë se dhikri ka dhikr për gjithçka, për vetëm llojet. Për shembull, meditimi që Allah ka krijuar është dhikr. Leximi që është halal është dhikr. Se kur lexojmë kjo haram për kujtohet Allahu, apo haram, do aty ku kujtohet Allahu bën haram. Aty ku kujtohet Allahu lën farzën. Elan, normal. Andaj dhikri është i vëllëshëm, mirë po. Në tërsinë e trajtimit të temës së dhikrit, dietarë kanë thënë se janë, domthonë, 7 baza të dhikrit. Domthonë, nëse don me ndërtu këtë faktor që shduhet, edhe me pas fuqi lëvizëse në jetën tonë për ndryshim, duhet që 7 baza fort fuqishëm me ndërtuar. Sa të këto baza? Këto baza këtë në idimi, këna ngumë, po jo si baza. Ka nëmë djetarët 7 baza. Baza e parë është e tesbih, subhanallah. Baza e dytë është e tahmid, elhamdulillah. Baza e tretë është e tehlil, la ilaha illallah. Baza e katër është e tekbir, Allahu akbar. Baza e pesë është la hawla wa la quwwata illa billah. Hawqala, kjo është fjallë e madhe, dhikri Allahut. Baza e 6 është astaghfirullah. Baza e 7 salavati, Allahumma salli ala Muhammad. Qito 7 kush i ka të organizuara, të kuptuara, të pretuara si duhet, e lëvizin drejt çdo ndryshimi. Me lenin Allah të mënduar. Me garancë të asaj që Allah ka përmendur. Shkoni për shembull, se s'le ka vetëm te tesbihu për shembull. Allahu përmend një gjendje të vështirë që ka kaluar te pejgamberi sot, një gjendje e vështirë. Thotë Allahu xhallahu na po shumë që yadiqu sadruka mimma yaqulun, po ngushtohet shpirti, po të rëndohet jeta nga ajo që ka po thonë ata. Po të vështirësohet lëvizja. Normal, jeta po të vështirësohet pe i fjalëve, ças po thonë. E qysh me ignoru këto? Qysh me lëviz lërshëm, pa ndiku, shikoj lërshëm, pa ndiku këto presione, këto provokime, fesebbi bihamdi rabbik, thuj subhanallah. Dhikri atë, fesebbi. Tasbih atë. Pastaj kemi shumë rasta apo. E kemi për shembull edhe në ahiret të hadithi i gjatë i shefatit, kur krejt krijesat janë s'ka lëvizje. Krejt janë të bllokuar, s'ka lëvizje.
nga se s'ka gjykim, s'ka leje, rrini. Kërkoj njerëzit që pejgamberi atëm të ndërmjetëson për të lëviz, apo është për të lëviz. Thot pejgamberi, pasi që shkojnë të pejgamberit zaktuar, thot unë jam për këtë punë. Thot shkoj tek arshi Allahut, e vendosi kokën nën te, edhe Allahu më frymëzon me falënderime, hamd, që nuk kam ditë ta bëj më herët. E pas këtyre falënderimeve Allahu më thot, ja Muhammed, o Muhammed, irfa rasak, ngrejtë kokën, sel tu ata, lyp çka po don se kena me dhonë, se qelësin e ke përdorur që shduhet. Kena tash lëvizin proceset. Kush e lëvizi procesin? Elhamdulillah. Elhamdulillah. Ambet i blokuar Junusin në barë të balenës. S'kështë e mundësi me lëviz. E burgosi Allahu në burg. E burgosi në burg të balenës. O burgos. Me qka e fitej lirin e lëvizjes? Me qka? La ilaha illa anta. Me tehlil. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Përndaj, dhikër është në vëllër, qelë si fuqishëm. Qeti qelë, se e tokën, ama kur dërë nga zemra fuqishme, e bindur, e cila do më thonë, e din, se me qëfar forse duhet godirë shkëmbit për para, ma të regon një shkëmb dunjasë se qanë fjalla subhanallah. Ma të regon një problem që të pengon me shku të Allahu gjellore që se qanë fjalla Allahu akbar. Po së gjenë Allah. Po të ata që në të lodhur, si kur sot Ibn Kaim rahimullah, nuk është faj të harku të shtiza, po faj është të kush po e ngrej harku në shtizën, apo. Përnaj, harku e ka litarën e fort, do në muskulaz dikon që kur të ngrej shtizën, apo e telshon, po godet largë burë, ama dikush e lazi s'ka mundësi me të reka të litarë shkreta, apo. Veç pak, bjente, po. Së është faj i shtizës as i harkut, po e ati që s'ka muskuj me lëviz, edhe zemra ka muskuj, apo ndonë me konë muskulatora, që kur thot subhanallah, fuqishëm me godit, se edhe është grusht për shejtanin, apo. A jetë në lëzër, nuk ka shejtan që të nguc me dhikër, nuk ka shejtan që të prek me dhikër, vallahi nuk ka, apo. Nuk ka. Ka dopsim raport me dhikrin e shrydzim të shejtoni, kësi ka sa të dush. Ndë Allah qështë e ka cicu? Ti a nje shejtonin a njeti? Të se nje, që Allah që ka thonë? Kur mëson më mbroj për tine, që ka thë Allah gjellewala? Min sherri li waswasil khannas. Marua e o Allah nga e që bëndësytja që është khannas. Khannas, qëka është? Khannas është e që vjen i madhë, e të frikson bëja gifar se tash kom e të mposht, e të të është bismillah i bëhet sa një shumë i vogla. Që kjo është khannas? Atë që e smbraps, e zvoglon dhikri përmendi Allah gjellë gjellë. Andaj ti e ki këtë pushtet, e ki këtë fuqi, por fatkecia është kur s'përdorët. E andaj të nëzër, në përmbyllë se pak edhe koha, po s'kom qara pa e thonë qëtu, më bëne Allah. Do me thonë, për me funksionu dhikri që shtot e pëtën. Për me funksionu dhikri që shtot e pëtën. Na duhen 5 kuptime. 7 baza dhikrit, edhe ato që i funksionalizojnë këto 7 baza, janë 5 kuptime. Kuptimi parë është ta përmendësh Allahun xhallahu ala në garim dhe me përmallim. Në garim edhe me përmallim. Çka i bën në garim edhe në përmallim? Shumë shkurt. Ka qenë pejgamberi hadithin e Sahih Muslim. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke udhëtuar me shokët e tij në drejtim të Mekës. Edhe kanë ardhur tek një kodër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Siru, ecni, hadha Jumdan." Kjo është kodra e Jumdanit. Sabaqal mufarridun. Me ta përkthy shqip, që ashtu si arabisht s'mervesh. Sa as sahabët s'kan kuptuar. Desa u kasru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Hadha Jumdan, siru, ecni." Ecni. Kjo është kur e sheh që domun ja afrutën i qëllim, e tash edhe pak, ma gjallë lëvizni, kur do me inkuraju. Siru. Hadha Jumdan, kjo është kodra Jumdan, rregull Jumdan e kuptum. Sabaqal mufarridun. Kaluan, ecën, arritën mufarridunët. Mufarrid është ai që është i veçantë, specifik,
është ai që domthon e ka dikon të veçantë, veç një e ka të veçantë ai atë. Se ferd është një, muferrid është ai që e bën dikon të veçantë, veç një e ka. Tha një Rasulullah, menil muferridun. O dërguar, kush janë këta muferridun? Kush janë këta? Tha ata që e përmendin Allahun shpesh, edhe ato që e përmendin Allahun shpesh. Të vëllezër, ky hadith është baza e dhikrit. Ka koment sa dush. Veç një fusnot të komenti me kuptuave. Pejgamberi s.a.s. si zakonisht e ka përdor aspektin material në shërbim të aspektit shpirtnor dhe tahiretit. Hadha gjumdan, kodra, a është simbol, kalzon, kjo kodër, mësaj është kjo. Kodër është i medet për orientim. E kërët pejgamberi, kjo është gjumdani, kodër, afër Mekës, e nëzit përmalimin të sahabet, nga tjena, edhe pak veç atë. Mas temës së përmalimit për Mekën si qytet kuptim material, e përmen atë që është më rëndësishme, përmalimin me Allahun xhallahu ala që e shun duke përmend Allahun te barekutaala. Andaj ecni se ka met edhe pak Allahun me taku, e ngjallën e përmallimin për Allahun i cili përshpejton ecjen edhe vrapimin duke përmend Allahun te barekutaala. Duke përmend Allahun xhallahu ala. Edhe tjetra, kjo gjumdani edhe pak Mekë, don njerëz kur në udhim bën edhe gara, apo e tha pejgamberi sa njerëz zakonisht në prodhime bujnë gara, kush i pari po hin, kush i pari po mrin, apo nëse është puna për gara, garoni me dhikr, nga se dhikri është ai që qen i pari atë. Andaj nëse njëri e kupton se dhikri e bën suksesshëm në garë dhe e mban përmallimin aktiv që e aktivizon në vazhdimisht lëvizje, është cilësor atë. E dyta të vëzër, dhikri me bindje dhe madhrim. Elhamdulillah, çka është? Është lavdrim i Allahut për atë që ai e meriton, për cilësitë e tij të plota dhe emrat e tij të bukur. Andaj është lavdrim i shoqëruar me dashuri. Është lavdrim i shoqëruar me dashuri. Pa qenë i bindur në madhrimin, në madhësinë e Allahut te barekutaala, nuk mush me madhnu kur thosh elhamdulillah. A din kujt po i thuat elhamdulillah? A din kush ai atë? A din kush ai? Kur thua subhanallah, a din emrin e kujt po përmend? Pa njohi Allahu xhallahu ala e shton bindjen e bindja përmes dhikrit. E treta të nëzër, dhikri të përdoret si përkrahje dhe fuqizim. Me përdoret me këtë qëllim. Me undiumet e për ibadete. Par një ibadet i kërshëve të më plëkshtum, unë gjë pak. Apo? Thuj një një herë astakfirullah. Thot dikush, a ka argument një herë? Ani thuj një dhe të herë pra. Vesh me dalë pi vezveseve se, apo, mos pëllëm një herë, nalu, po. Gjoj një numër saktum, 500 thuj t'i qka? Thuj astakfirullah. Thuj lajle Allah, e shetë një që është ibadetit. Ndihmo. Ka arë Fatimja tek pejgamberi s.a.s. Qika ti. Ka një Rasulullah. Me Aliun, ka një ajder me Allah. O baba, punë të shpis më kanë lodhë. Më kanë lodhë punë të shpis. S'po më mja dole vetë. A ki mundësi me më ndihmu me një shëptore, që më një manë të shpia. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Tjape diqka më të mirë si shëptoria. Ka mënu që ja qanë një tani diqka ma shumë që një manë. Ka thonë, kur bini me flajt, po, thuj 30 lirë subhanallah, 30 lirë alhamdulillah, 34 lirë Allahu akbar, 100 të bona, po, dhalike khajrun lakum min el khadim, kjo është për më mirë se shëptorja, po, dhe i kretë një manë mi kry punë të shpisë, pëse na të ledhë, s'ka dhikër, ka plëkshti, ndaj, kur ka dhikër, përmendë Allah gjellera, fuqizosh, plëcosh, esë për panë, apëtën, me këtë argument apo. Pastaj të ndozër edhe e kuptimi 4 i funksionalizimit të dhikrit në favor televizjes për të ndryshuar në sezonat e adhurimit. Mos harroni që kjo tema jon është inkurajimi përmes shembujve të dhikrit. Shikoni pejgamberi të Allahut xhallahu xhallahu, që kanë përmendur Allahun te bartalla. Shikoja Nuhin alayhis salam, shikoja Ibrahimin alayhis salam, shikoj që kanë përmendur ata.
Allahun xhallahu xhallahu. Me rasulën Anbiya, shikoj se kanë përmendur Allahun te barekuhu teala. Andaj ata janë modeli. Nëse ata për shembull pejgamberi sa thot Ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, meni mejlis, meni nai. Ibn Omeri u kon për të vazhgues, edhe më thonë i perfekt, se po do më thonë që të tërë, po shumë i veçantë. Thot, ja kom numëru buzët pejgamberit dhe 100 njerë të kesta këfërla me një neja, pëtën. Mes vetëm. Pejgamberit s.a.s. Ma di vetë ka thonë, o rob të Allahut, shpeshtën e istikfarin, nga se unë kërkaj të Allahu fale ma shumë se 100 herë ditje. E në këtë hadith 100 herë nuk është në aspekt numerik, po në aspekt në shumësis. Si kështë atu shtë i thash, ka qëri. Jo, si do më numërin, po të mund si shumë herë atë. Edhe e fundit e në vëzër, në kuptimit e durat të dhikrit, që pastaj e mundsojnë që të funksionan si ndihmes në vizje, për kraje, tjera është edhe varfria edhe nështrimi. Kur thua la hawla wala quwwata illa billah. Që ka ato 7 baza, ka jetë ato ka i derse dojnë ato. Po në përmën si bazë në kodrë të temës në pëllëvize. Kur përmën Allahun te barekuhu teala, njeri nga pozicioni thush la hawla wala quwwata illa billah. Çka i bën la hawla wala quwwata illa billah? La hawla wala quwwata illa billah, pavarësisht çka o hawla, çka o quwa, kanë ka shpjeguar dietar. Kjo është konfirmim i palkundër se në çdo situatë, në çdo rrethon, përkundër gjithë faktorëve, përkundër krejt çka kam, unë jam i dopt. Përkundër diplomave, unë jam ignorant. Përkundër pasurisë, jam i varfër. Përkundër pushtetit, unë jam i dopt. La hawla wala quwwata illa billah. Të kthen në pozicionin e duhur, pe ka dëshmërisë ato. Nga se të ndozër, njerëzit për me arrit ku duhet, apo është kush lëvizja, po është kush mërisë edhe për pozicionin duhur. Nëse nuk nisësh, më në këtë, nëse nuk nisësh për tek Allahu nga pozicioni i robit të shkret, apo kur s'ki më arrit tek Allahu xhallahu ala arritje që shduhet. Kur? Ai që niset tek Allahu xhallahu nga pozicioni i profesorit, i hoxhës, i pasanikut, i tmeshmit, këta s'mrin kur, këta veç që për u dhe janë mediku, janë lodh fort, s'munesh. Thosh la hawla wala quwwata illa billah. As ka mundsi farz me kry, as ka mundsi haram me ndalu, po as nëse Allahu më ndihmon atë. Krejt çka ruhesh pi haramit është Allahu xhallahu sa truna për. Andaj të vëzër, sikur ta ka thënë Ibn Taymi rahimahullah, shumë nga dietarët. Në shumicën e rasteve, madje në gjitha rastet, kur njeriu dështon në zbatim të urdhnit, apo ligështohet në rastin e braktisjes së haramit, kjo është veç për shkak se nuk është lidh me Allahun dhe i ka besuar vetes atë. Jo, unë zbaj. Unë kam mjaft. Ti e unë këtë horë bohëm atë. Ti edhe në këtë horë bohëm për 5 sekunda. Allahut mbron atë. Thuaj la hawla wala quwwata illa billah. Jusuf edhe çka thotë. O Zot, nëse ti si largon këto pimeje, unë e horë bona, unë e bi sa ora, Jusufi alayhis salam. E ti çfarë po thotë atë? Thuaj la hawla wala quwwata illa billah. Thuaj as s'ka farz që kryhet, as s'ka haram që praktiset pa izin e pa ndihmën tonë. Dhikri që përdoret për ndihmë, për krahje, për të kthyer në pozicion të robit, është dhikr që funksionon. Ai dhikr që nuk nis nga ky pozicion, s'funksionon, është rutinor, është formal, i pa ndikim atë. Dhe këto janë 5 kuptime të rëndësishme që mundsojnë funksionizimin e bazave të dhikrit, e të cilat pastaj mundsojnë lëvizjen e dur, në drejtimin e dur, drejt ndryshimit në sezonat e adhurimit, po edhe në gjitha sezonat e tjera. Kjo është ajo që po të me thonë për këtë rast. Allahu xhallahu na përmirësoj gjendjen për të mirë. Allahu xhallahu ala na e lëviz zemrën kahaj me dhikr, gjuhën me përmendje dhe gjymtyrt, edhe na ruaj Allah nga çdo e keq, nga çdo haram, edhe na ndihmoft e na dhaj sukses në realizimin e zbatimin e urdhnave të tij, me atë që është Allah i kënaqur dhe në mënyrën që është Allahu xhallahu i kënaqur. Allah është përbleft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.